Me qa merresh? Po iq, ande kam qenë jashtë shtetit. Një djalë kam sëmur. E ke smur një Kam sëmur, më bën dializë, e kam për imna zemra. Edhe iq, shtëpis kam fare, në fshat. Kam shkoj qesh 4 muaj qesh në Pogradec. Në spital? Jo. Qesh atje në shtëpi, qesh atje. More shtëpi atje për ta... Qesh atje, pasaj i zotin për zuri. E kuptoj. Edhe pasaj një fshat. Çfarë bëj? Një djalë kom në Maqedonia. E për ballon dot me këtë kosto? Mos kam rrugë, ja. Unë ma të le kom marrë, kom rrugë, se kom një ati kom, ja ko shpje ime që ku të e vjetari. Po? Edhe kjo këtu nuk ka më rrugë këtu, deri këtu vjen asfalti? Mos kom rrugë ati. Unë djalë e kom sëmur, e di tërë, këtë dhe fshati e di që unë djalë e kom sëmur. Fshati s'ka dhe rrugarash. Rrugë s'ka. Just pas jeni rrugë fshati, imagjino rrugarash. Kanë ardhur. Tash i kom thonë, i kom thonë, qa të boj? Arash. Edhe këshu. Ja, ta dëgjojmë se duhet ta pyes zotrin për një gjë. Kur ka një urgjencë djali, hyn makina ke ty? Nuk hyn makina atje. E mban hopa si? Ja, unë e marr djalin e nxjerr te xhamia aty. Djali sy kur, ku do ve makina aty? Mashallah. Atje syn makina. Syn makina aty. E mban hopa si? Si me barrel si? Hiç. E marr e nxjerr aty te xhamia. E mban fëmin krah. E marr aty. Si që moti, me vik. Merri fiksi atëre, po sa kërkime, të bëjmë kështu, të bëjmë ashtu, rrugës kemi fare. Kërë e plaku, tha unë të bëjmë gjatë, e nisën gjatën e lanë fare. Pashi, që të bëjtë ashtu? Mua tërë, para po mikin vetëm për djalin andej, që e kom djalin së murë, po më shkoj. A të mbështet shteti për djali? Jurë fare, qarë, vetëm, A me kem? Jo, kem marru, se kem bilidha, kem. Kemi në more, po shoqërus për djalin? Jo, vetëm... Nuk merë. Vetëm kempin, vetëm për djalin. Kom grua, nusën teme, i bon ajo shërbim. Po, duhet merët ajo një pagesë që i bën shërbim. Pa, nuk merë gjo. Logjikisht kështu e kërkon logjika. Nuk merë gjo, qartë të në, nuk e merë shoqërusi. Jo, s'merë ajo. Mirë, ne urojmë që të na shoh dikush, edhe vetë kryeministri që të mbështesi, sepse ti me ka qumë hallë sa ke, pa një mbështetje nga shteti, e ke të vështirë. Kjo është situata. Pra ti do rrugë, do dhe mbështetje për fëmijë. Do rrugë, dua se unë djali më vuajnë andi. E unë atje kom djalin djalizë, atje kom Pogradec kom. E kuptoj. Se vetë rri atje, si ja del do vetë flej atje. Po si ja bën për të pagu lek të rrugës më? Se ty vetëm lek rrugë? 30.000 do çdo vit. 30.000 do çdo ditë. Ja për këtu në Pogradec atje që e paguaj çdo ditë. 30.000. E sa merr ti? Po sa marr, Bo. Çfarë marr? Luft për mbijetesë. Po çfarë të bëj si kjo? Faleminderit. Një të rrugë desha unë aty. Jo shumë, ja di dha, ja din tërë këtë. Faleminderit. Faleminderit vëlla. Faleminderit.